A ju ka shkuar ndonjëherë ndërmend të pyetni veten tuaj pse bëjmë në namaz një ruku edhe 2 sejdë? Është interesant se rukuja si përkulje është një lloj apo një pjesë e namazit e cila është një ndër pjesët themelore, por edhe sejdja e cila është shumë e rëndësishme. Andaj, nëse pyetni veten pse bëjmë një ruku ndërsa bëjmë 2 sejdë, dietarët kanë thënë shumë bukur se rukuja është për Allahun xhaleshanuhu xhelalu, është madhërim për ata, edhe sejdja është madhërim për Allahun xhaleshanuhu, jo vetëm rukuja, por në ruku falenderojmë vetëm Allahun xhaleshanuhu, ndërsa sejdë bëjmë 2 herë sepse Allahu xhaleshanuhu përmes sejdës don që të na thotë o robi im, ti je nevojtar për mua, ja edhe një shans më tepër, kërko dhe lyp prej meje sa të duash, lyp më tepër, sepse nevoja jonë për Allahun xhaleshanuhu është shumë e madhe. Andaj Allahu xhaleshanuhu na ka lejuar dhe na ka urdhëruar që ta lypim mëshirën e Atij, të kërkojmë faljen e Tij, të shprehim kërkesat tona përmes sejdës. Andaj ne bëjmë 2 sejdë, e cila është ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu vesselam, më afër Zotit njeriu apo namazfalsi është kur është në sejdë. Andaj në sejdët tona ne duhet të shtojmë edhe gjatësinë e sejdës, duke shprehur atë që ne kemi më së tepërmi nevojë. Prandaj Allahu xhaleshanuhu na ka bërë një mundësi më tepër, sepse nevoja për falje është shumë e madhe nga Allahu xhaleshanuhu. Nevoja edhe kërkesat tona janë të pafundme. Andaj Allahu xhaleshanuhu nuk ka mjaftuar me një sejdë, ka thënë bëni në një. Ja, unë nuk mërzitëm dhe nuk bezdisem të ndëgjoj edhe për së dyti herë, edhe për së treti herë e kështu me radhë. Prandaj ne bëjmë një ruku edhe 2 sejdë. Wassalamu alaikum.